për shkak të mungesës së opozitës. Kjo seancë vazhdon sot në orën 19. Mediat, të cilat janë të pranishme me mirëkuptim, i kërkoj që të mos pengojnë zhvillimin e seancës. Të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës së Kosovës, kabinet qeveritar, në këto rrethana, pra për shkak të mungesës së opozitës, dhe gjithnjë duke u përpjekur që t'i kemi ata në seancën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës, edhe për shkak të obligimeve kushtetuese, por edhe për shkak të interesit publik, unë po ju njoftoj që kjo seancë vazhdon sot në orën 19. Edhe një herë, e mediat, të cilat janë të pranishme me mirëkuptim, i kërkoj që të mos pengojnë zhvillimin e seancës. Jeni këtu për të raportuar qytetarët e Republikës së Kosovës, pra për interesin publik, por të mos ndikohen nga diskutimet tona. Deputet, shihemi në orën 19 dhe i bëj lutje opozitës që të jenë të pranishëm në atë seancë.